din qysh është puna e kësaj është që ti nuk e din kur as qysh ka më bo. Veç e din që dikur po. E menon edhe len me rjedh vetë. A kupton ti nuk pse s'po bëhet tash, pse po bëhet tash ma vonë që kohë ka më bo, nuk shkon ashtu se e sforcon edhe kur ti sforcon një ide ose një dëshirë, ajo domethënë diçka mu zgot. Edhe ti dush milion senet me rjedh, ti puno për sa to, me no pozitivisht për sa to, edhe mos u do zdonë pse s'bohet me njëherë, se ajo nuk ka mu bohet dhe nëse menon ti pozitivisht, nuk bohet me njëherë tash pjanisi sot nesër më bohet. Adin, është një procedurë që ti gjatë qasaj procedure mëson sene, halo ma shumë, mënyrë që me nëri, mënyrë sa ma të mirë për që ajo duke. Do me thonë unë nuk kom ditë kur ka me ndova, ja unë e vetë kom punu, kom menu mirë, edhe kom pas qëllimet mira. Më tajnë në përgjithësi është shumë të aktive punu. Për të që e kom shu që shumë të mirë, është të darë individ shumë i mirë. Njëri me kulturë, edukat, qartë edhe shumë me thjeshtë. Edhe ka shpirtin dhe të gjitha shumë të mirë. Për pas për asysh që tajna është my twin flame, ta kom tek gjithmonë jemi si dy venat që nuk ndohemi. Kom dasht me gjithë qysh, dhe me thonë, jem konë shumë ambicioze, si e vogël gjithë jem konë ambicioze, kom pas ëndra. Industrin tonë muzikore me shumë mundësi do të quaj Riti Tajnës, artistja e cila nuk ka rreshtur së publikuar një projekte gjatë 12 muajve të fundit, sapo ka zbuluar bilancin jetor nga giganti Spotify Rap dhe rezultate flasin për një kapërcim gjigant nga një yll ballkanik në një artiste me një impakt global. Ndryshe nga shumë artistë që luftojnë për të ruajtur të njëjtat nivele, Tajna ka bërë një rritje eksponenciale këtë vit. Statistikat tregojnë një rritje prej 96% në numrin e dëgjuesve, duke ndryshuar thuajse audiencën e saj krahasuar me vitin 2024. Klikimet janë rritur me 70%, ndërsa fakti që këngët e saj janë shtuar në playlista personale 66% më shumë. Qatë që menon, sa ma shumë që menon pozitivisht, që ashtu njëhesh, ma se këtë menon mirë, njëhesh mirë, djenjat e mira i mrena, i ndjelë. Edhe janë ndjelë, që janë ndjelë vetës keq, janë ndjelë edhe vetës mirë, se me hukë po janë ndjelë vetës keq, për ti janë ndjelë mirë, se normal që njëtë kime pasë në momentet të qia prapë, nuk ka ma parasysh që e përdojt i ligjën e të leqës, ato nuk mund është një evitu, një hekë, janë shkalu ato momentet të qia, se jënë mësime, nuk bërë marë të qia, dhe o bërë mësime në jeptoj, edhe këto ka bina të një e marë. Që 5 vjetë, kontat e me kanë qëndru shumë stoik, kanë çdo e top tem, çdo disponim tem. Unë e di që edhe ata e ndjejnë kur unë nuk jam mirë ose kur unë jam shumë mirë, po pavarësisht gjithçkaje ata më kanë pranuar çashtu që jam konë. Edhe po du mi falenderu shumë kontat e me, që i du mas shumë t'jem buk, edhe për përkrajem në çdo moment qoftë të vështirë edhe qoftë të mirë në tem që jenë gjithmonë. Kur erdha fakultet, takoj isha shumë njerëz që u mershin me muzike, kisha qef me shku tani në studio, kisha qef me provu, edhe faljas me shku, edhe veç me mboqat se prap që ato që i kinë zemër nuk mundet me ta hikë për kush. Kur jë mbo këngëtare nuk kam pas qef me ngushtu, as me ditë në tim, as me thonë s'kom dasht me ngushtu mo, as fakultet kër kom shku, as njëherë. Edhe unë e tash me bo për to se du mja këthy krejt ato të mira. E kom manifestu krejt jetën tem që e kom tash, e kom pas në editor kështu në moshën 17 vjeqare, edhe kom vizualizu edhe kom shkru krejt që ka kom tash, i kom shkru me. Edhe një dit e kom lezu atë fletore edhe e kom po edhe jem qudit që fjallë për fjallë, se unë kom arru që kom shkru, fjallë për fjallë, gjithë qka që kom shkru atë, i kom edhe jam.